kush në Prishtinë ju ndihmoi atyre në fshehjen e Arit. Nëse po ju kujtojnë këto pamje, janë të vitit 2023 kur Argjentaria Diakos në Suharek u grabit duke tronditur Suhareken edhe krejt Kosovën. Më 22 nëntor të 2023-s, disa persona të maskuar e me armë gjata, të cilët cak e kishin vjedhjen e Arit në Argjentarinë Diakos, shkëmbyen zjarr edhe me policinë e Kosovës. Në tentativën për të parandaluar plagëshkitjen, kishte mbetur i plagosur një polic, ndërsa një tjetër ishte lënduar gjatë këtij aksioni. Prokuroria themelore në Prizren po ashtu ka ngritur akt akuzë të Korap Gashit dhe Bujar Bashës dhe një personi tjetër për grabitje në Argjentarinë Diakos në Suarek, e cila ndodhi më 22 nëntor të 2023-s. Ata veç e veç ngarkohen me veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i pa autorizuar i armëve. Tash kemi me ua tregu edhe disa detaje të reja se si rrodhi ngjarja në bazë të komunikatës së prokurorisë e kush në Prishtinë ju ndihmoi atyre në fshehjen e Arit dhe parat që i grabitën në Suarek. Fillimisht, sipas aktakuzës, të pandehurit hynë në lokal që të gjithë të armatosur dhe të maskuar, ndërsa B.B, po ashtu ai armatosur, pret jashtë objektit në rrugë, ndërsa i pandehuri tjetër B.I e ka përcen banakun e Argjentarisë duke ja drejtuar armën të dëmtuarit A.B dhe të njëjtin e neutralizon në dhomën e pasme të Argjentarisë duke ja lidhur duart e duke e mbajtur nën kanosje të armës. Më pastaj, dy prej grabitësve fillojnë t'i thyejnë vitrinat ku kanë qenë edhe të vendosura stolit e Arit dhe me shpejtësi të madhe, po ashtu e mbushin një thes dhe me armë në duar dalin nga lokali. E të njëjtit me shpejtësi nisën në drejtim të veturës, ku ishte duke i prituri i pandehuri tjetër B.B, i cili më të parë policinë shkrep disa herë në drejtim të tyre me pushkë gjysmë automatike. Më pas të njëjtit vazhdojnë nga fshati Sopi në drejtim të fshatit Budakov, që lidhet me fshatin Jezerës të komunës së Ferizajt, ku nga aty dalin nga automjeti, i marrin stolit me vete në sasi prej 3 kg e 71 gram, duke i shkaktuar kështu të dëmtuarit T.B dëm në vlerë prej 133.711 euro. Të njëjtit pastaj hipin në 2 automjete të tjera dhe nisën në drejtim të kryeqytetit, ku njëri nga automjetet ndalet në afërsi të Argjentarisë B në Prishtinë dhe arin e grabitur e dorëzojnë në lokalin T.B për ta fshehur dhe pastaj për ta larguar nga aty. Me këto veprime të njëjtit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale grabitja, ndërsa i pandehuri L.C për të thjeshtësuar aktakuzën ju ndihmon të fsheh Arin në Argjentarinë e tij në Prishtinë. E në anën tjetër, i pandehuri tjetër T.B prej mesit të muajit nëntor të vitit 2023 e deri në momentin e arrestimit pra 30 nëntor 2023 me dashje ndihmon të pandehurin e lartë përmendur për kryerjen e veprës të grabitjes. I njëjti në Argjentarinë e tij B, e cila gjendet në Prishtinë, pranon nga të pandehurit B.B dhe të tjerët stoli Arit të grabitura në peshë prej 3 kg e 71 gram, duke i fshehur fillimisht në kasaforten e vet, e më pastaj me të madhe e ka dërguar në drejtim të panjohur. Me këto veprime secili veç e veç ka kryer veprën penale ndihma në kryerjen e veprës penale të grabitjes, sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Prokurori i rastit ka propozuar që të bëhet konfiskimi përhershëm i mjeteve të cilat janë kryer në veprën penale të lartcekur, si dhe gjësendet e përfituara përmes kryerjes së kësaj vepre penale, dhe atë njëmori armësh të kalibrave të ndryshëm, po ashtu karikator, fishek, stoli Ari, ngjyrë të verdhë dhe stoli të ndryshme të tjera.